Mira shqiptar nga të gjitha trevat janë mbledhur në sheshin Skënderbej në Tiranë ku po protestojnë për ish-krerët e Učkës që prej 5 vitesh mbahen në qeli në Hag. Protesta me moton Liria ka emër nisi në orën 17:00 me himnin shqiptar. I gjithë sheshi është veshur nga flamujt Kuqezi dhe flamujt e Učkës, ndërsa në Tiranë nuk mungojnë as veteranët të cilët janë organizatorët e këtij tubimi. Në Tiranë ka mbërritur edhe djali i ish-presidentit Thaçi, Endrit Thaçi, i cili u pa në krah të deputetëve socialist. Në këtë tubim do të mbaj fjalë ish-presidenti shqiptar Alfred Moisiu dhe kryetari i BDIS, Ali Ahmeti. Po ashtu, protestës i është bashkuar edhe kryebashkiaku i Prishtinës, përparim Rama, por edhe Lutfi Haziri, një nga drejtuesit kryesor të LDK-s. Për mbarvajtjen e protestës është bllokuar për 2 orë qarkullimi tek bulevardi i Ri, nga ora 17:00 deri rreth orës 19:00, pasi do të parkohen mjetet e protestuesve. I gjithë sheshi është i mbushur me flamuj Kuqezi e flamujt e Učkës, ndërsa këto pamje me dron, ku dallohet që sheshi është mbushur me qindra shqiptar nga të gjitha treva. Djali i ish-presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi, Endrit Thaçi, është një prej pjesëmarrësve në protestën në mbështetje të Učkës në Tiranë ditën e sotme. Ai është shfaqur duke veshur simbole të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, ndërsa shoqërohet edhe nga deputeti socialist Tauland Balla. Kujtojmë se Hashim Thaçi është një prej 4 ish-drejtuesve të Učkës që prej vitesh tashmë mbahen në Hag më kuadër të një procesi të nisur në vitin 2020 prej tyre. Gjithashtu, kryeministri Edi Rama ka reaguar përmes një postimi në rrjetet sociale, lidhur me protestën që po mbahen në sheshin Skënderbej, në mbështetje të ish-krerëve të SK që po gjykohen në Hag. Rama ka publikuar një video nga pjesëmarrja e shqiptarëve në protestë, ndërsa në sfond dëgjohen thirrjen eke. Zemra mal, shkruan Rama bashkëngjitur videos, ku janë vendosur flamujt e Shqipërisë e Kosovës. Protestues nga qytete të ndryshme nga Kosova, Shqipëria dhe Evropa tanim janë mbledhur në sheshin Skënderbej, në Tiranë, ku pas disa orësh nis protesta drejtësi për çlirimtarët. Ata kërkuar të lirohen çlirimtarët pasi po mbahen padrejtësisht në Hag. Sami Hoti nga Rrugova e Gjakovës kanë vendosur të vinë në protestë për shkak të padrejtësisë ndaj çlirimtarëve. Të lirohen sa më shpejt se po mbahen padrejtësisht dhe i bëj apel të gjithë shqiptarëve. Ai që e ndjen veten shqiptar të na bashkëngjiten në këtë protestë, tha ai. Muhamet Beqiri nga Skenderaj tha se sot i madhe i vogël duhet të jetë në këtë shesh të mrekullueshëm për këtë protestë të mrekullueshme. Mesazhi im dhe i gjithë këtyre sa më shpejt të lirohen të pafajshmit. Le të arrestohen udhbashat që kanë vrarë e kanë masakruar, tha ai. E qytetari nga Tirana, Aliu thekson se ka dalur në këtë protestë për gjakun e shqiptarëve. Të lirohen ushtarët e Učkës. Nuk kam ardhur për politikanët se këta janë të gjithë të korruptuar, por kam ardhur për gjak shqiptar, tha ai. Kurse një qytetar nga Vushtria tha se populli të Kosovës është duke ju bërë padrejtësi. Pasi nëse dënohet Učkja, dënohet i gjithë populli shqiptar. Jemi në përkrahjet e çlirimtarëve, fal tyre sot Kosova po gëzon lirshëm, fal tyre fëmijët shkojnë në shkollë lirshëm, fal tyre çdo infrastrukturë. Çdo arritje që është bërë fal tyre, duke filluar prej policisë, ushtrisë, prej të gjithave i kemi fal çlirimtarëve. Një herë për gjithmonë të vendoset drejtësia në vend. Pa luftës kemi pas padrejtësi ndaj Haradinajt. Limajt pasandej ka ndodhur gjykata e Umikut që ka qenë inkriminuese, e padrejt, tani e ulec. Tash një gjykatë specializuar me urdhër me dëshmi të falsifikuara nga Serbia, tha ai. Protesta në Tiranë organizohet nga Organizata e Veteranëve të Luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, OVLUÇK. Gjatë ditës së djeshme në konferencë për media ka njoftuar se nga Kosova do të nisen mbi 60 autobus. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.